Maliqi u bë ditën e mërkurë qendra e një mesazhi të rëndësishëm bashkëpunimi ndërkombëtar. Ambasadorja e Japonisë në Shqipëri, Kato Kikuko, gjatë vizitës së saj zyrtare në këtë bashki deklaroi mbështetjen e vazhdueshme të shtetit japonez për Shqipërinë, veçanërisht në fushën sociale-ekonomike dhe në forcimin e kapaciteteve të pushtetit vendor. Qeveria japoneze ka akorduar një grant të posaçëm për Bashkinë e Maliqit, i cili përfshin dhurimin e një mjeti skid steer loader, një pajisje që pritet të përmirësojë ndjeshëm mirëmbajtjen e rrugëve lokale. Në një territor malor që përballet shpesh me rreshje të dendura shiu dhe dëbore, infrastruktura rrugore është thelbësore për garantimin e shërbimeve administrative dhe publike për banorët. Ambasadorja Kikuko theksoi se kjo ndërhyrje do të ndikojë drejt për së drejti në rritjen e sigurisë dhe aksit për komunitetin. Falëndënies së këtij mjeti, skid steer loader, kapacitetet e bashkësisë për të mirëmbajtur dhe përmirësuar mjetet e rrugëve lokale do të rriten ndjeshëm. Si rezultat, banorët e Bashkisë së Maliqit do të përfitojnë nga një akses më i sigurt, më i qëndrueshëm dhe më efikas ndaj shërbimeve thelbësore administrative. Japonia ka qenë duke ofruar mbështetjen tonë për të ndihmuar reformat sociale-ekonomike të qeverisë shqiptare drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Në kuadër të ashtu quarturs, nis me bashkëpunimin të Ballkanit Perëndimor, e lançuar në vitin 2018, që prej asaj kohe kemi ofruar mbështetje me forma të ndryshme me qëllim përmbushjen e objektivave tona. Mesazhi i ambasadores vjen në një kohë kur bashkitë e vendit, veçanërisht ato në zona malore, përballen me sfida të konsiderueshme infrastrukturore. Investimi dhuruar nga Japonia shihet si një ndihmë konkrete dhe e prekshme për komunitetin e Maliqit, duke forcuar lidhjet e bashkëpunimit mes dy vendeve.